Të trija partitë opozitare do të dërgojnë deputetët përfaqësues në tryezën e diskutimit për demarkacionin me malin e Zi. Vetëvendosja, Nisma për Kosovën dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e shohin këtë tryezë madje si të vonuar. Ani pse ata janë skeptik për sa i përket efektit që do të ketë, pasi sipas tyre qeveria ka kohë që nuk po dëgjon as zërin e tyre e as atë të qytetarëve. Deputeti i Nismës për Kosovën Haxhi Shala ka deklaruar se ballafaqimi i argumenteve për demarkacionin është i rëndësishëm për faktin që do ofrohen deputetëve, të cilët më pas nuk mund të ankohen se nuk i kanë pasur ato. E pas kësaj, ai ka thënë se është mirë të njihen me emra ata që do votojnë për këtë marrëveshje. Është në kohën e duhur, besoj, se para që të dërgon qeveria këtë marrëveshje në Kuvendin e Republikës Kosovës, edhe një herë të mblidhen ekspertët në këtë tryezë dhe të kontribuojnë që deputetët të cilët nesër mund të thënë ndoshta do ta votojnë, se nuk besoj që do të ketë deputetë që të votojnë, nuk mund të thënë që s'kena pas argumente dhe kemi votuar. Argumentet po i japin ekspertët vet, ai i cili don të voton që të jep territor një shteti tjetër, le të voton edhe do të dihet me emrin dhe mbi emrin se kush është ai. Shala ka shtuar se Nisma mbështet çdo diskutim rreth demarkacionit në përpjekje për të treguar se ai po i fal tokë malit të Zi. Shkuarjen në këtë tryezë ka konfirmuar edhe lëvizja Vetëvendosje. Zgjim Hyseni nga kjo lëvizje ka thënë se Vetëvendosje do të jetë prezent në këtë tryezë dhe do të ofrojë argumentet e saj kundër këtij demarkacioni. Po sigurisht që argumentat kryesore, mos pajtimi kryesor lidhet me metodën, e cili është përzgjedhur për përcaktim të kufirit, e cila është kadastri, pra dokumentat kadastral, e jo duke mos u marrë fare parasysh elementet tjerë të përcaktimit kufive, qysh janë dimensioni historik, qysh janë pastaj edhe hartat ushtarake, gjitha këto tregojnë për tjetër gjë sa i përket çështjes vjes kufitare midis Kosovës dhe Malit Zi. Se kush do të shkojë të përfaqësojë në këtë tryezë nuk e kanë vendosur ende as Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, por ata kanë përkrahur këtë nismë, duke thënë se kurdo që diskutohet për demarkacionin, AAK do të jetë prezente. Deputeti Ateuta Haxhiu i ka thënë tribunës përmes telefonit se do të jenë pjesë e kësaj tryeze, aq më tepër kur kjo po iniciohet nga deputeti Bulliqi, i cili tërkohën ka ngritur zërin se vija kufitare është e gabuar. Deputeti Bulliqi ka mbledhur dje në seancën e Kuvendit 20 nënshkrime nga deputetët që të organizohet një tryezë diskutimi në të cilën do të marrin pjesë anëtarë të Komisionit për Demarkacionin, ekspertë dhe shoqëria civile. Tryeza pritet të mbahet javën e ardhshme.